nga ky subjekt. Sa pi tyre ka kontaktuar? Për çështjen e mos konstituimit të legislaturës së nëntë të Kuvendit Kosovës është deklaruar edhe Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Në një përgjigje për klan-kosova.tv, një zëdhënës i saj është shprehur se obligimi i lidershipit politik të zgjedhur që të formojë institucionet e reja në përputhje me Kushtetutën e Kosovës. Sipas tij varet nga populli i Kosovës që të përcaktojë se kush duhet ta përfaqësojë ato. Kjo më që Kosova është një vend sovran, demokratik dhe i pavarur. Ndërkohë një ambasador sugjeroi të ndiqet shembulli më i ri nga shteti që vjen. Jorn Rode i këshilloi përfaqësuesit e partive politike të veprojnë si ato në Gjermani që u morën vesh për koalicion dhe krim institucionesh, menjëherë pas zgjedhjeve. Madje edhe pa u kryer procedurat e verifikimit të rezultateve. 30 prilli shënoi ditën kur Partia Socialdemokrate SPD